Transmetohet nga Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma se i ka thënë tekbiret me zë në ditën e Bajramit, derisa ka shkuar në musalla dhe derisa ka dal imami, ka vazhduar me tekbire. Po ashtu prej formave të tekbireve është ajo që është transmetuar nga një numër i sahabeve që kanë thënë Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamd, që do thot Allahu është më i madhi, Allahu është më i madhi, Allahu është më i madhi, nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut, Allahu është më i madhi, Allahu është më i madhi dhe atij takon e gjithë lavdia. Është transmetuar gjithashtu nga Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu se ka bërë tekbirin me formën Allahu akbar كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر وأجل الله أكبر على ما هدانا الله أكبر ولله الحمد. Do të thonë të gjitha këto fjalë që përfshin madhrim dhe veçim të Allahut me adhurim, ka thënë Allahu është më i madhi me madhështi të pafundme, Allahu është më i madhi dhe më madhështori, Allahu është më i madhi i cili na ka udhëzuar, Allahu është më i madhi dhe atij takon e gjithë lavdia.